Vendim për miratimin e tavanëve përgatitor të ardhurave dhe shpenzimeve për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2026-2028. Nga administrata e dëshiron dikush fjalën? Kush do ta marrë fjalën, domethënë? Drejtori i financës? Po, të lutem na shpjego pak për këtë prevendim. Na fol pak. Përshëndetje, të nderuar këshilltar, projekt vendimi për miratimin e tavaneve përgatitor për programin buxhetor afatmesëm 2026-2028, që ju paraqisim për miratim, lidhet me parashikimin e shpenzimeve sipas programeve buxhetor në kuadër të përgatitjes programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe shpenzimet e parashikuara janë llogaritur duke vlerësuar përkatësisht të ardhurat për vitet 2026-2028, të cilat janë miratuar nga ana juaj si dhe kërkesat nga drejtuesit sipas programeve respektive ose kërkesave të drejtorisë së Bashkisë Vlorë. Ky projekt vendim është në vijim të dokumentave që miraton Këshilli i Bashkisë në kuadër të procedurave për miratimin e programit buxhetor afatmesëm dhe lidhet me programin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Kjo procedurë parashikohet krahas dispozitave tjera ligjore në udhëzimet e Ministrisë së Financave të Ekonomisë, numri 2337/2018 për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe njësive të qeverisjes vendore, si dhe udhëzimit numër 8 datë 28/2/2025 për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2026-2028. Rrjedhimisht në hartimin e programit buxhetor, bashkia është bazuar në planin strategjik të zhvillimit. Fushat prioritare janë turizmi, si një katalizator i zhvillimit dhe rritjes ekonomike, punësimi, zhvillimi komunitar, zhvillimi ekonomik, mbrojtja e mjedisit dhe transporti. Tavanet e paraqitura në këtë projekt vendimi janë bazuar në mesatarjen e 3 viteve të fundit buxhetor dhe në treguesit vjetor të miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe nga Këshilli i Bashkisë në buxhetin vjetor 2025. Në lidhje me tavanet e të ardhurave për vitin 2025, transferta e pakushtzuar është 827.759.157 lek dhe për vitet 2026-2028 është respektivisht 921.236.386 lek, 968.039.436 lek dhe 968.035.486 lek. Për taksat e tarifet vendore parashikohet një rritje referuar ndryshimeve edhe në paketën fiskale. Vendosja e këtyre tavaneve të shpenzimeve sipas programit bëhet me qëllim që të përcaktojmë kufit maksimal të institucionit për shpenzimet nisur nga të ardhurat e parashikuara që të jenë në dispozicion referuar të ardhurave të veta, transfertës së pakushtzuar dhe asaj specifike. Nga sa parashikuar më lart, kërkojmë nga ana e këshilltarëve ta miratojnë këtë projekt vendim për të japur rrugë procesit të vendimarrjes së mëvonshme sipas afateve të përcaktuara në dispozitat ligjore në fuqi për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2026-2028. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Po, zonja Begaj? Përshëndetje të gjithëve. Falenderoj drejtorin për gjithë leximin e këtij miratimi tavaneve përgatitor të ardhurave shpenzimeve. Por më bëri përshtypje një zë nga të gjithë këta dhe doja thjesht të pyesja. Nga të gjithë zërat, më bëri përshtypje mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile. Pse vjen duke ulur ky buxhet? Pikërisht mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile. Do të thënë në vend që të rritet në 2025 ne kemi 72.967, në 2026 është 56.763. Do të thënë pikërisht në mbrojtje nga zjarri që ne kemi zjarre në dimër, në verë, në pranverë, pikërisht ky zot duhet të jetë në ulje si fond? Nuk është në ulje si fond, por këto vijnë nga transferta e kushtuar specifike, plus çfarë plotësojmë dhe ne nga të ardhurat tona. Këto janë pjesa e të ardhurave tona. Kjo që shkon në tabelë. Pjesa tjetër vjen nga 7256 Dakord jam. Dhe një kjo i referohet të ardhurave tona. Pjesa tjetër do të mbulohet nga transferta specifike.